pjesën një farforme të kombinimeve të këtyre dy neneve 82 dhe nenit 86, megjithse sipas nenit 86 kërkohet që presidenti të zgjidhet 30 ditë para se të përfundojë mandati presidentes aktuale. Po vëshu në finesa juridike edhe në gjuhën juridike, e cila lën hapësirë për interpretimet ndryshme, jo rastisht thuhet që 3 jurist i kanë 4 opinione, 4 interpretime për çështjen e njëjtë. Në fakt mendoj që qëndron. Presidentja në një ditë, në një mëngjes jo të zakonshëm, në ora 8 zgjohet edhe punën e parë e shpërndan parlamentin. E miraton një dekret dhe gjykata dhe për 4 ditë parlamenti është i shpërndan. Me 9 mars, pastaj gjykata vendos, duket me 9 mars, e vendos marsën. Ka pas efekt. Deri me sot kuvendi ka qenë jo funksional, s'ka funksionuar, s'ka pas kuvend. Paka shumë. Dhe gjykata kushtetuese mbron konstaton që nuk shpërndahet parlamenti. Tash është çështje logjike. Ose ka pas drejt presidentja, ose nuk ka pas drejt presidentja. Po, janë dy opsione. Ose. Nëse vërtet presidentja ka pas drejt, atëherë ishte gjykata kushtetuese veç me konfirmue dekretin, edhe vendi me shku në zgjedhje sipas kushtetutës. Por, ne nuk do të shkojmë zgjedhje. Ne kemi edhe 34 ditë, të cilat prej atyre 60 ditëve që ka qenë në qartë, sepse dispozitat kushtetuese kanë qenë qarta, 60 ditë, nëse brenda 60 ditëve nuk arrihet më zgjedh presidenti që nga fillimi i procedurës, vendi shkon zgjedhje, derisa për atë masën 30 ditore, 30 ditë para përfundimit të afatit mandati duhet më zgjedh. Nuk ka pas mas, nëse mund të them kështu, penalizuese. Derisa te rasti 60 ditë që ka pas mas penalizuese, sepse vendi u shkon në zgjedhje. Kështu që po e thash edhe më herët, kjo gjykata jonë kushtetuese ka ditë me na befasue. Në fakt më nuk më befason fare. Pse thoni kështu për befasi? Sepse nuk është konsistente. Ne kemi pas rastin vitit kaluar për çështjen e parlamentit. I ka shpall një 4 akt gjykime për çështjen e njëjtë, edhe në fund nuk është që e kena pas shumë atë qartë rrjedhën e zgjedhjes së parlamentit, kryetarit parlamentit e tjera e tjera. Domthonë nuk ka fuqi, nuk ka guxim me marrë vendime qarta, me prej, nëse mund të them kështu në këtë gjuhën pak më të vrasht, edhe me çelë rrugë. Gjykata kushtetuese e ka këtë detyrë. Në situatën tonë, ne kemi një sistem politik goxha të komplikuar, edhe për shkak të vendeve të rezervuara e tjera, dhe mendoj që roli i gjykatës është ky. Ata duhet me krijue për më tepër se sa për rastin e tanishëm, me kriju presedane të mira për rastet e ardhshme, sepse ne do të kemi probleme edhe në të ardhmen, dhe